Pastaj, rast tjetër është që lejohet me përgoju, është nëse njani ban mëkate, por mëkatet e tij si mshef hiç, i ban haptazi mëkatet e tij dhe haptazi e ka bidat risit në fejt të tij. Njani për shembull, haptazi, ai si vjen marrë prej kërkujt, e pin alkoolin midis ditës, midis publiku, se ko det. Ai e ko ranën sikur fjalë normale çka ti qet, ai qet ran. Atëherë ja tërhek vrejtin njerëz, kujdes e djalë, se të kumpoqet i përën me filanin. Ama i filani është gënjeshtar, kujdes, lajmet e tij mos ja pranë. Por që këtë pikën se e ka ranën e tij të hapt. Ose kujdes, mos të mashtron alkool, duke e di se alkooli nuk i ka shit një gotë me pi, por ai gjet e pin, ja tërhek vrejtin për atë mëkatin të hapt të tij, jo për ato të msheftat e tij. Po bidatin, nëse njani është edhe hoq në kuft, edhe hoq nëse është, e shen njani thët, prej besimit pastët është që Isa a.s. nuk ka me zbrit në tokë për në akhiri zaman. Para kiametit, prej shenjave të mëdhaja të kiametit është që Isa a.s. zbret tokë. Del një hoq, del hoq edhe thët që nuk ka me zbrit. Jam mërtët këtu janë gënjeshta prolla, hadithet janë mutewatira. Hadithet janë aq të mëdhaja që përgojimi tyre kanë thonë dietarët është kufër. Ndërsa i thët, hapta si e ko, s'janin për këto pse e mëhanë zbritjen e Isaj. E në këtë rast, ja përgojen çështjen. I thu kujdes për i filanit, në këtë pikë mos të flet se është i devijuar. Është i keq në këtë pikë. Ose, del për shembull hoxha dhe thët, Imam Mehdiu s'ka me ardhur. E kjo është për shenjave të kiametit. Në akiden e Ehlis Sunnetit është për shenjave të kiametit. Ai e mëhan një gjë të tillë, lejohet me përgoju për problemin që ai e ka. Del një hoxh tjetër, çfarë një? Por sa që po vlasi një. Edhe del hoxha tjetër thot në Kur'an, edhe në fe, s'ka nasikh wal mansukh. Argumentet të dërguar dhe dërguese. Ka qenë një dispozit një herë më herët, pastaj ka ndryshu. Ka qenë alkooli një herë pak i ndaluar, jo komplet, e dikur ka shku tush kallzu derisa u ndalu krejt. Ka qenë një herë e ndaluar me i vizitu vorret, pastaj është leju. Tek ata të një grup njerëzit e në mes në tyne për hoxhën që po flas, është që ai si pranon të sen e hiç. A kjo mohimi i kësaj, në kjo është me ixhma, që në Kur'an ka diçka që është dërgu etap pas etape, e mohimi i saj është küfër, ndërsa nëse vërej një hoxh ose hoxh kot, ose edhe thers pa hoxh hiç, e vërej që ka këtu probleme, lejohet me fol, me përgoju për problemet çka ai i ka.